Rikthehemi në ditar, udhëheqësi konservator gjerman Friedrich Merz nuk arriti të fitonte shumicën parlamentare të nevojshme për të bërë kancelar në raundin e parë të votimit. Merz, 69 vjeç, i cili udhëheqi konservatorët e CDU-CSU-s në fitoren e zgjedhjeve federale dhe në koalicion me socialdemokratët e Qendrës së Majt, fitoi vetëm 310 vota në dhomën e ulët të parlamentit, kur i duheshin 316 vota për të siguruar shumicën. Dhoma e ulët e parlamentit ose Bundestagu ka 14 dita fat për të zgjedhur Merz ose një kandidat tjetër për postën e kancelarit me shumicë të plot. Konservatorët e Merz fituan zgjedhjet kombëtare në shkurt me 28.5% të votave, por ka nevojë për të paktën një partner për të formuar një qeveri të shumicës. Me analistin Lulzim Veliu ndajmë një bisedë mbi këto zhvillime surprizë në Gjermani. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, historikisht bashkë kemi komentuar situatën politike dhe zhvillimet në Kosovë, megjithatë edhe Gjermania duket pak a shumë si Kosova në pamundësi për të zgjedhur qeverinë e re, ndoshta ka kaluar 2 muaj e gjysmë nga mbajtja e zgjedhjeve në muajin shkurt, apo jo? Gjithsesi, Friedrich Merz nuk ja del të votohet si kancelar. Dështim historik e kanë përshkruar edhe mediat në Gjermani. Po, mëse e vërtet është fakt se 2 vendet parasi Kosova ashtu dhe Gjermania kanë më tepër se 2 muaj që kanë mbajtur zgjedhjet parlamentare dhe tani kur sot pritej votimi i qeverisë të kancelarit Merz, ishte dështimi i parë, mirë po unë mendoj dhe jam mëse i sigurt se do të jetë i vetmi dështim i zgjedhjes së kancelarit, pasi që këtu kemi të bëjmë me një koalicion mirë të programuar dhe me një program qeveritar i cili i është dorëzuar bazës dhe është pranuar nga të dyja anëtarësit e partive kryesore që do të drejtojnë këtë koalicion, mirë po, si çdo kund tjetër, ashtu edhe në Gjermani, mund të bëjmë krahazime edhe me vendet tona, këtu kemi të bëjmë me inate të ngurta apo me hatërmbetje të disa deputetëve të cilët u ndan pa kënaqur me postet ministrore dhe kemi disa të cilët kanë mbetur jashtë qeverisë dhe pra inatet të tyre të ngurta, me sa duket sipas të gjitha asaj që është folur dhe është parë, bëhet fjalë për udhëheqjen e socialdemokratëve, e cila nuk mori mandat ministror, ajo me disa kolegë të saj të afërta nuk e votuan kësaj radhe qeverinë, mirë po pritet që me një periudhë të shkurtër të ofrohet edhe atyre diçka në mënyrë që në mbledhjen e ardhshme të kemi zgjedhjen e kancelarit. Pastaj ishte edhe një problem tjetër që mund të ceket në këtë rast, zgjedhja e ministra, pra nuk kishte një shtrirje të mirë gjeografike, pasi kishte lande që kishin nga 2-3 ministra që do të jenë në qeverinë Merz, ndërsa kishte lande që nuk e kishte asnjë përfaqësues. Sa ministri zoti Veliu ka qeveria gjermane, se kështu si po e përshkruani ju duket me jashtëzakonisht shumë ministri, si janë ndarë, sa ministri ka, sa poste? Nuk jam i saktë, nuk dëshiroj të spekuloj, po më duket dikon te 15-16 ministri. Mirë, po mos ma merrni për të saktë, se nuk jam i saktë në këtë pikë. E mendova shumë. Nuk mund ta them me siguri të plot, mirë po sido që të jetë, unë jam mëse i sigurt se kancelari Merkel apo kandidati për kancelar zoti Merkel mandatin e tij do ta merr në takimin e ardhshëm, i cili do bëhet brenda javës. Po shohim zonjën Merkel në pamje, por Merz është kancelari. Për kancelarin e ardhshëm Merz, Friedrich Merz, i cili ishte një kundërshtar, ndoshta nga vetmit i zonjës Merkel, asaj që tani po e shohim në pamjet e televizionit tuaj, dhe pikrisht ishte ndarja dhe thyrja me të që zotin Merz e larguan për një periudhë të gjatë kohore nga CDU-ja dhe për të rikthyer më fuqishëm me fraksionin e tij, dhe tani ka ardhur rradha që ai të jetë kancelar i dy Gjermani, i Gjermanisë, pra, më falni, do i ka ardhur rradha që të jetë kancelari i Gjermanisë. 14 ditë kohë do të ketë Bundestagu për zgjedhur ose Merz ose një kandidat tjetër në postin e kancelarit, për dështimi që ne e quajmë historik. Nuk ndodhte që një kandidat të mos votohej që në raundin e parë që prej vitit 1949. Mund shihet kjo si se shumë e kanë përshkruar edhe si turp apo poshtërim ndaj figurës së Merz?
Jo, ndoshta është vlerësim i tepër, ndoshta kjo është e tepërt ajo që është thënë. Siç e thash, nuk bëhet fjalë për ndonjë gjë tjetër, edhe me sa duket se e gjithë ajo ikje e votash vijnë nga SPD-ja, nga Socialdemokratët e jo nga CDU-ja. Kështu që ai megjithatë përkundër të gjitha këtyre thashë thënë përkundër të gjithë asaj çfarë është folur, ai do të jetë kancelar i Gjermanisë dhe mbritet që brenda 2 javë sërish pas disa konsultimeve që do të bëhen me të pakënaqurit brenda këtyre 2 subjekte politike që mandati i besohet pra në takimin e ardhshëm apo në mbledhjen e cila do të thirret brenda 2 javësh dhe brenda 2 javësh kancelar i Gjermanisë do të jetë Friedrich Merz. Nga 316 vota që i duheshin sot në Bundestag, në parlamentin me 630 deputet, siguroi vetëm 310. Këto 6 vota janë ata që ju i përmendët, që kanë patur atërmbetje, që nuk ju ofrua një post, ndërkohë që Merz ishte i bindur se më herët ishte shprehur për 318 vota. Do me thënë, të paktën 8 i dolën jashtë parashikimit, e braktisën. Po pikrisht ashtu është nëse vërtet, pasi që kësaj radhe në Bundestagun Gjerman për herë të parë kemi edhe një forcë të ekstremit të djathtë, e cila edhe nga gjykata kushtetuese e Gjermanisë u vlerësua si forcë e ekstremit të djathtë para një javë, pra bëhet fjalë për AfD-n, e cila e vetëm ka 19% e elektoratit, ka një numër të madh të vota, pastaj në opozit kanë ngelur edhe të Gjelbërit, sot të Gjelbërit, pastaj kemi disa forca të tjera më të vogla, dhe në këtë mënyrë pra ishte e vetmja mundësi për krijimi i koalicioni në mes të Kristjandemokratëve dhe Socialdemokratëve, që nuk është hera e parë pasi kanë koalicionet e përbashkëta, pasi edhe në mandatin jo të Schulz, po para Scholz kishim një bashkëqeverisje kur kancelar ishte zonja Merkel, së bashku me SPD-n dhe tani do të provohen sërish, mirë po kësaj radhe e kanë filluar pak më mirë dhe e kanë filluar me disa aksione të fuqishme, ende pa arritur koalicioni, kanë bërë marrëveshje të rëndësishme për marrjen e një kredie e cila do të investohet kryesisht në mbrojtje dhe infrastrukturë, bëhet fjalë për një shumë prej 400 miliardësh, ishte një dakordim i shpejt që asnjëherë më parë nuk është bërë në këtë mënyrë kaq të shpejt dhe të dakorduar në mes të këtyre 2 forca politike dhe tani pritet një punë e madhe që do hapet në Gjermani, pra pikërisht në këtë drejtim, pra do të ketë punë për po flasim për qeveritarët, të cilët mundohen që në çdo mënyrë pas largimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po them largimit, jo pas marrjes së presidentit Donald Trump, i cili e u ka bërë të qartë evropianëve se tani duhet të kujdesen vetë për sigurinë, këta janë më së të vendosur që në këtë drejtim të punohet më shumë dhe siguria e tyre të mos varet nga të tjerët, po të jenë vetë të zotët e ruajtjes të sigurisë së qytetarëve dhe vendit të tyre. Bashkë edhe me vendet tjera të Bashkimit Evropian. AFD-ja, me qenë se ju e përmendët, vazhdon të siguroj 26% të mbështetjes apo të elektoratit të Gjermanisë, pra shumë më pak se sa partia që fitoi zgjedhjet të shkurtit, por që zyrtarisht klasifikohet si partia e ekstremit e krahut të djathtë nga Agjencia e Inteligjencës së Brendshme Gjermane. Paraqet, thot kjo agjenci, rrezik të drejtë për drejtë për rendin demokratik në Gjermani dhe rendi disa nga arsyet, gjuha raciste, ksenofobe, mohimit të drejtave të pakicave, nuk pranon barazinë e shtetasve gjerman me prejardhje migrimi, sidomos nga vendet muslimane të tjerë. Mund të ndodhë që Gjermania mund të ndalojë AFD-n të funksionuarit si një parti politike? Fillimisht për t'ju përmirësuar juve, nuk bëhet fjalë për 26%, AfD-ja ka fituar në zgjedhjet e fundit, pra ka fituar 19%, ndërsa në disa sondazhe të më vonshme ka dalë rezultatet që e thoni ju, që më thënë se ka pasur një ngritje të AfD-s edhe pas mbarimit të zgjedhjeve. AfD-ja aktualisht është shpallur si forcë e ekstremit të djathtë, mirë po ende nuk është vendosur për një ndalesë të tërësishme të saj, gjë që mund edhe të ndodhë parësi që praktikat të tilla ka pasur edhe më herët në Gjermani, kemi forca politike që janë ndaluar kohë më parë dhe tani më nuk ekzistojnë si forca politike.
gjë me të cilën merret drejtësia dhe pritet dia shlën drejtësisë në dorë dhe do pritet vendimi i tyre. Mirë po si të tjetë, unë nuk mendoj se AfD-ja është një forcë politike që i duhet Gjermanisë dhe Evropës në tërësi. Pasi që nuk është e vetme, forcat e tilla të ekstremit të djathtë tani më janë në rritje në të gjithë Evropën, jo vetëm në Gjermani, po megjithatë populli gjerman u tregua shumë i vehementshëm në votën e tyre dhe nuk i dha mundësinë atyre të vinë në pushtet, siç ka ndodhur për shembull në Hungari apo edhe në Austri, por edhe në Itali, mos harrojmë se Meloni po ashtu vjen nga një ekstrem i djathtë, një forcë politike që i takon ekstremit të djathtë, ndërsa gjermanët nuk ja kanë këtë shanse. Uroj që këto parti të gjitha të humbin elektoratin e tyre, pasi në praktikat e përgjithshme forcat të tilla politike njohin rritje vetëm në raste krizash. Dhe në momentin që kemi stabilizim të situatave, automatikisht humbin nga elektorati i tyre, e një gjë të tillë i uroj edhe AfD-s në Gjermani. E qartë, dakor. Zoti Veliu, faleminderit shumë që na sollët situatën e post asaj që është quajtur si dështim historik për Gjermaninë në këtë raund të parë të zgjedhjes së kancelarit të ri. Faleminderit shumë. Ndërsa ritakohemi përsëri pas 2 javësh kur tjetë edhe raundi i dytë për të parë nëse do të votohet apo jo, se ju jeni i bindur që do të votohet, zoti Merz. Patjetër, faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, ju përshëndes.